Do kisha dëshirë tani që t'ju drejtohesha që të gjithë atyre që vazhdojnë të na ndjekin me një pyetje të thjeshtë. Tas që babi mor vllazën, a hahet, a pijet? Edhe hahet, edhe pijetis. E pra ja përse nuk hecën përpara ky vend, se që të gjithë e kanë mendjen vetëm tek e ngrëna. Sa herë që vendi gjendet përpara ndryshimeve të mëdha, ne e zhvendosim me një herë vëmendjen tek e ngrëna. Për shembull, konkretisht, Ismail Gjemali mund të kishte rrojtur edhe ca vite të tjera nëse nuk do t'ishte aq i dhënë pas ushqimit. Mendohet se ai është helmuar dhe se kufoma Ismail Gjemalit është mbajtur në Perugia për 2 javë pas vdekjes, me idenë e balsamosjes, por kjo kishte edhe më shumë dyshimet, pasi i kanë nxjerrë të gjitha organet e brendshme për të zhdukur çdo shenjë të autopsisë. Edhe Petronini Luarasi. Edhe ai nga ushqimi e gjeti të keqen. Tanas? Rosa. Lej filxana djel. Ç'ka një zoti Petro? Nuk ndjeni mirë kështu? Ndoshta më rarën në kafe. Parulla kryesore gjatë viteve të diktaturës ishte bardot, hame dhe parimet nuk i shkelim kur. Premtimi i parë në fillimet e demokracisë kishte lidhje sërish me të ngrënët. Pra, do të hani me luk floriri. Edhe qeverinë e stabilitetit. Nuk e rrëzuam sepse ajo nuk po punonte mirë. Jo. Por vetëm se kryetari i saj doli dhe tha, kemi vetëm 5 ditë bukë. Pra, ne jemi aq të fiksuar pas ushqimit sa bëjmë lajm edhe kur dikush darkon me shoferin e tij bie fjala. Unë jam shoferi zotit Meta, si... Ne bëjmë lajm edhe kur drekojnë 2 personazhe që dikur kanë udhëtuar me të njëjtën makinë edhe me të njëjtin shofer. Paraditën e së hënës, kreu i Partisë Agrare, Agron Duka, ka zhvilluar një takim me kryetarin e LSI-s Meta e më pas, nëpërmjet një letre i ka kërkuar krijimin e një qeverie teknike. Jo, nuk bisedova për letrën, po natyrisht me të s'mund të bësh tjetër përveç se biseda politike. Letrën e çojmë në mënyrë institucionale, mas takimit, mas drekës, nuk ishte ndjeni. Tash do shohim reagimin e Metës. Do të thoja shkurt se ky obsesion për ushqimin na ka pushtuar të gjithëve, pas një përjashtim. Dark në zyrën e Ramës, ose në sallën e ngrënies të Ramës, duket sikur ka shkuar vizitë tek Macbethi, Meta. Nuk kanë ngrënë gjë fare. Nuk kanë ngrënë asgjë, si kanë prekur pjatë. As Rama si kanë prekur? Kanë pas hall se helmon njëri tjetrin. As i pjatë. Kaq frikë kanë se mos helmon njëri tjetrin. Nga informacionet që na kanë mbritur këtu në redaksin tonë të Bypassit, kemi mësuar se në këtë darkë është konsumuar një produkt ushqimor shumë i preferuar në popull. Le ta di mirë Edi Rama, le ta dëgjoj mirë Ilir Meta, jo një, po 10 darka po të hanë bashk, buka e popullit do t'ju ngeli në fyt. Nuk ma merr mendja që të kenë konsumuar bukë, zoti Basha, pasi dihet që Rama është shumë i gjatë për të ngrënë bukë të thatë. Ndërsa Ilir Meta, me sa i hodhëm një sy dietës ti, bukën e ka zëvendësuar me peshk ose me ngjala. I shtuhangën ngjala. Buka e MMD-ut e zëndë. Shqipëria përënkon ndërsa ai ha ngjala. Nuk është hera e parë dhe besoj se nuk do t'jetë as e fundit që 2 përfaqësuesit kryesor të majorancës të darkojnë së bashku. U bëf të mirë. Si darka e fundit të qeverisë tyre. Populli ka mendje tjetër. Populli ka mendjen që ata ikin. Zoti Berisha është gjithmonë shumë i informuar për sa i përket darkave dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për darkën e fundit. Ajo çka ishte në paraqitje një ditëlindje
u shdrua e tëra në një darkë të gabuar. Jo me gurametën, po me guralecët. Ai është i informuar jo vetëm për natyrën e darkës, por edhe për ata që kanë marrë pjesë në darkë. Kush thoni ju? Edi Rama, Spartak Ngjela. Kadareja nuk ishte. Kadareja kishte me të thanë edhe ka përshkruar një gjë që i ka, nuk ka përjetuar, nuk ka qenë pjesëtar në darkën e gabuar. Muhabeti u prish komplet kur ky gazetari që o thash, po s'po ja përdor emrin se e marrin pastaj thonë ja pas ka thënë s'pa ka thënë në fakt. I thot atyre që 3 vetë nuk të duhen gjë. Kthehet avokati, kush ishin ata? Dhe tu i thot, i pari Spartak Ngjela, i dyti Merobaze, i treti Bamir Topi. Ajo që ne duam të dimë është se si zoti Berisha arrin të mësoj i pari atë që thuhet në darkën e fundit. Do t'ja u bje mesazhet e kamarierve? Ja ku i kam. Tu i kam jo një po disa. Sigurisht. Kamarieri duhet të jetë gjithë sy dhe vesh. Dhe janë pikërisht këto shqisa që neve ju japim më shumë përparësi. Për të përsosur dëgjimin, ne përdorim një teknikë shumë të veçantë. Ne stërvitemi duke dëgjuar mizat brenda një qypi të madh. Deri tani, në sajt të kësaj stërvitjeje, unë kam arritur jo vetëm të dëgjoj, por edhe të dalloj mizat nga njëra tjetra. Bisedat më të rëndësishme zakonisht bëhen gjatë darkave apo edhe drekave dhe mesazhet që thuhen aty nga ndonjëherë kapen nga ndonjë kamarier dhe përcillen drejt për së drejti tek zoti Berisha. Dhe kjo është një nga arsyet për të besuar që çdo gjë që ai thot nuk është sa jes, apo siç thuhet ndryshe prrall. But I really would ask him to stop. Kam shumë respekt për zotin Berisha, ndoshta edhe më shumë respekt se ju mund ta imagjinoni, por do doja që t'i kërkoja që të mos fliste më për përralla sorosiane. U nisa për të bërë një pyetje të thjeshtë dhe përfundova në një temë të ndërlikuar. Kjo tregon që në një vend ku nuk e merr vesh i pari të dytin, nuk është edhe aq e thjeshtë që të bësh pyetje të thjeshta. A jeni ju kujtari? Pa, marrë pyetje. Në mënyrë që të mos përfundojmë sërish në një situatë të komplikuar, më lejoni fillimisht që të jap përgjigjen edhe pastaj të bëj pyetje. Edhe përgjigja është Kanadaja. Edhe pyetja është cili është vendi i vetëm në botë që qeveriset nga teknicien, ose thënë më qartë që asnjërit prej tyre nuk i ri ngushtë këpuca. Kanadaja ka ndërtuar një qeveri me të vërtet teknike, ndoshta më teknike që është bërë ndonjëherë. Në kabinetin e kësaj qeverie secili prej ministrave është aty ku duhet. Ministri i Bujqësisë është një fermer. Ministri i Shëndetësisë është një mjek. Ajerinis nuk ka më shumë se 45 vjeç e kështu me radhë. Kështu Kanadaja bëhet shteti i parë në botë ku çdo këmbë njeh mirë këpucën e saj. Që kur u krijua, modeli kanadez bëri për vete mjaft politikan anëkënd botës, edhe njëri prej tyre është edhe zoti Basha. Ai ishte i pari që kërkoi të sjellë në Shqipëri përvojën kanadeze në qeverisje teknike. Të qëndrojmë së bashku për të realizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, të cilat vinë vetëm përmes shporjes së qeverisë së krimit dhe një qeverie teknike të zgjedhjeve të lira. Modeli i Bashës për të sjellë në Shqipëri modelin kanadez dështon. Së pari sepse Shqipëria nuk ka mjaftueshëm teknik. Vende pune ka, nevoja për punë ka, por nuk ka profesionist. Arsyeja e dytë ka lidhje me të drejtën e autorit. Modeli kanadezi i qeverisë teknike është i mbrojtur nga e drejta e autorit dhe të gjithë ata që duan që të marrin këtë model, duhet që të negociojnë më parë me qeverinë kanadeze, ose thënë më ndryshe, në gjuhën popullore, duhet që të bëjnë pazar me ta. Nuk ka pazar me zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nuk ka pazar
me vullnetin e lirë qytetarëve shqiptar. Meqense zoti Basha refuzoi që të hynte në bisedime me Kanadan për të marrë prej saj modelin e qeverisë teknike, atëre vendosëm ne si bypass që ta bënim këtë gjë. Fillimisht ne dërguam një fotograf tonin që të ndiqte këmba këmbës kryeministrin kanadez. Edhe ai më në fund arriti që të siguronte këto foto. Si që shikoni, aty është kryeministri kanadez dhe vajza e presidentit amerikan, i cili nuk është as pak i pëlqyer në Kanada. Inaugurimi i presidentit të ri në Shtetet e Bashkuara, Donald Trump, është pritur me protesta edhe në Kanada. Me sloganin "Jeta e njerëzve me ngjyrë ka rëndësi", është protestuar përpara ambasadës së SBA-ve në Kanada. Pasi mësuam se kanadezët nuk e kanë fort për qef Trumpin, por kanë illu George Sorosin, ne i dërguam një mesazh kryeministrit kanadez përmes të cilit i tham qartë që nëse ai nuk na jepte modelin e qeverisë teknike, ne do t'i publikonim fotot me vajzën e Trumpit. E pra, kjo fotografi bëri që kryeministri kanadez na lejonte të sillim në Shqipëri modelin e tij për një qeveri me teknicien, që në Shqip do thotë qeveri teknike. Zgjedhja është krijimi i qeverisë teknike. Pavarësisht të vështirësive, ne arritëm që të seleksiononim një grup teknicinësh nga më të mirët e vendit për të ndërtuar një qeveri teknike bazuar në modelin kanadez. Dhe po e fillojmë prezantimin me kandidatin kryesor për të marrë postin e ministrit jashtëm. Ai është një personazh që ka marrëdhënie mjaft të mira me figurat nga më të njohurat e politikës botërore. Po unë jam njëri tolerant që bisedoj, nuk jam kështu që nxefem në punë, kështu, jam njëri i punës. Shikoj, domethënë jam njëri. E po kështu kjo gjendje nuk durohet. Se mua Anglia më kërkon, Spanja thotë të bëjmë mbret të Spanjës. Amerikanët kishin bërë planin që 5 vjet të rritë të mësoj mirë gjuhën, se unë di se anglisht, po e ta vëm president Amerikës. Ore mirë nuk e di, ka që nuk di mirë shqipen, po për punët e mia shkruaj bëj. Shumë herë në kompjuter ulem shkruaj anglisht vetë. Spanja thot ta bëjmë mbret të Spanjës. Unë jam ai që desh Amerika të martoj me vajzat e Bushit, president, Gjeni dhe pa, njerë nga ato, ose që listë në bingë. Në postin e ministrit të punës edhe të çështjeve sociale ne propozojmë një njeri mjaft punëtor. Ai pavarësisht se nuk ka asnjë llogari në rrjetet sociale, është një njeri shumë social. Nga të dënuarit politik, nga kjo qeveri këtu, nga ky kryeministër, sepse doja isha kundra betonizimit të parkut të Liçenit, edhe ky më çoi në burg. Kur ishte në opozit, ky kryeministër këtu na premtoi diellin dhe hënën, por ama kur erdhi në pushtet, ndodhi komplet tjetër. Na fali ferrin. Për postin e ministrit bujqësisë ne kemi vendosur që të propozojmë një figurë që ju them të drejtën juve do të duket pak sa e dyshimt, por që ne ju sigurojmë që i ka që të gjitha letrat në rregull, pasi nuk preket as nga dekriminalizimi, as nga vettingu dhe nuk ka asnjë lidhje me lëvizjen e koçokokdhimës. Unë kam menduar tani për problemet e shashit, me qenë se qeveria këmbgul dhe nuk e lejon akoma të legalizohet, pavarësisht se punoj unë koçokokdhima e deputetët tjerë. Mendojmë që ta mbjellin për bashkët e tyre, të marrë iniciativë të popullit, pra duke mbjellë për ato bashkët të po të marrë iniciativë të tërë, që se femrat pinë darë në një cigarë, pinë një cigarë shash, ato ndizën shumë dhe me njerë ngjisin me njerë. Se në kone zotë shumë për që pilin pasaj fëmijë, se Shqipëria ka qenë shumë e vogël. Duke bërë shumë fëmijë, u shtua. Se në kote zogën pilin asaj femra? Pilin femra ka rrone bashkosh me njerë, sa po bashkosh me mashkull e binde me njerë viktimë dhe tëk, e liste me njerë. Kanadaja postin e ministrit të mbrojtjes ja ka dhënë një indiani. Edhe ne donim që të bënim diçka të tillë, por rezultoi që personi të cilit ne donim që t'i besonim këtë post, doli se ishte i varur politikisht. Edi Roma! Karo Edi Roma!
Dhe me qënë se kjo kandidatur u dojë, vendosëm që postin e ministrit të mbrojtjes t'ja besonim një filo Gjermani. Shpresojmë vetëm që fqinjët tanë të mos e marrin këtë si një provokim. Bishte Runcer dhe Zigisht i donte shumë shqiptarët Gjermani. Vetëm ata Karagjos të zbatharakët komunistët nuk donte. Ai Hitler, i shenjtë Hitleri, i shenjtë. Le të vazhdojmë tani të prezantojmë personazhin të cilin ne mendojmë që t'i besojmë postin e ministrit të turizmit. Dhe ai më mirë se sa kushdo e di se çfarë duhet bërë për të afruar sa më shumë turistë në Shqipëri. Rruga është e ngushtë, është e vogël, duhet zgjeruar, po nuk u zgjeruati, lloj gjërash do ndodhin. Këtu kalojnë turista vinë anës e botës, është turpi zot, ja unë kam një pikë turistike aty, një bunker të madh, zbresin na bota e tërë, aty, edhe më thonë ata mon, o Gjemal më thonë më ata hethe mon. Ore, që që bëhet saj punë kështu? Kjo ka shumë, do shtrurare, do bere mirare, do bere mirë si e gjithë botare. Ne këse prapa një shekull do ipi prapa neve, ne do ikim për para të shi. Posti i ministrit të drejtësisë nuk negociohet sepse ai historikisht do t'i takoj LSI-s. Por, ama kemi gjetur një kandidat të përshtatshëm për shef të shishit. Zotri, sa i këshyri një punë të huja, zotri? Punë të huja, valloj punë të huja i këshyri këza fort. I këshyri dhe të mjetë veç ma pak veç të huja të këshyri këza shumë. Se ne këllë të punë të huja që juve ju interesojnë? Po mu më intereson për njeri, për shamu nëse shkon dikon e veti ku për shkon. Ku të kthejet e veti ku ke, më intereson edhe rrugën, shamu sa po merë, sa ka rrugën mujët, sa merë një vjetë, që si sa në tima. E zotria, ke përvu për shamu merë milion punë të huja mi këshyre, veç tuat? Wallahi, s'po di, kum pas përvu njerë një avë ditë, kum përvu veç të mijat, këza nisa me nëres, po nuk mujta me qenë mu. Ja, do të apet me këshyre të huja, bile njerë të thanë, hajdi qas po merësh me punë tona, fillova, bile nisha vetë në kesë, si fillova me morë me punë të huja, ja nisa me një vetën ma mirë pak. Se s'mujta me lo, se ju mësu. Këti tipi kaq shumë mi është bërë vesje të shoh punë të tjerve, sa që a i flet një lloj si ata. Që t'ja u sqaroj, ky zotëria nuk është nga Kosova, por nga kombinati edhe për komshi kaca nga këta këngëtarët e muzikës tallavat të cilët flasen si tironsa, por ama këndojnë si kosovarë. Nëse ke menu se kullu bane, shumë ti ke gabu, jo, mos u merë me mu, jo. Pili qirane që shbane më plako, pili qirane që shbane më plako, nuk ka kufi, kur jam e gotate, kur jam e nacho, nuk ka kufi, kur jam e gotate, kur jam e nacho. Ne kemi zbuluar edhe një personazh i cili do të jepte një hoftë ri lëvizje sindikaliste në vend, nëse ai do të vendosej në krye të tyre. Ai gjithashtu mund të ishte edhe një kandidat i duhur për të udhëhequr shoqërinë civile. Sot kemi dalë për të drejtën e punëtorit, ose festa jonë ndërkombëtare, të cilën demokracinë ja dha Nimajnë, ja dha Marx i Engels, i përfilojti në 41-shin dhe u zbatu në Internacionalin Komuniste në 43-shin dhe në Chicago mori punë për gjëzia e vullë në zbatim, vetëm me grikën e pushkës. Dhe në përfundim dua t'ju them se ne kemi vendosur që të hapim edhe një ministri të re. Meqense në Shqipëri kemi shumë parti, ne kemi vendosur që të ngrem ministrinë e partive dhe në krye të saj mendojmë që të jetë një personazh që partinë e ka më të shenjtë se familjen e tij. Ndoshta e kam i cikë shumë, si me zorë, si me turp,
se nuk kisha qef që dilësha këtu, por zotin Lulzim Basha më pa dhe më dha mikrofonin. Kam ardhur ekstra, kam ardhur vetëm për këtë protestën. Nuk kam ardhur për vete, as për fëmijët e mi. Kam ardhur për t'ju inkorrijuar, për t'ju dhënë zemër, si që ponëm edhe neve zemrën e datës 2 korrik, që hymë brenda në ambasadë. Të vetmin pos që ne nuk e caktojmë dot është ai kryeministrit. Dhe kjo është një zgjedhje që është mjaft e vështirë për ne, pasi modeli kanadez thotë se kryeministër mund të jetë edhe një doktor, edhe një artist, edhe një sportist, edhe një DJ. Mjafton që ai t'i fitojë zgjedhjet. Pra, në Kanada, kryeministrin e zgjedh populli dhe jo kryetari i opozitës. Ose do të bëjmë zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë. Nëse nuk shkon në zgjedhje, atëherë thjesht i heq mundësinë vetes që të zgjedhësh dhe të tjerëve që të zgjedhin. Por ama nuk i shbën dot zgjedhjet. Të gjithë e dinë që në urban ka hajdut që vjedhin xhepat, por ama përsëri aty ka më shumë njerëz se sa në parlament. Nëse keni frikë nga vjedhja, mos bojkotoni autobusin, por thjesht siguroni portofolin. Me kaq për sonte natën e mirë, edhe relax. Vetëm relax.